Shkojmë më tej tek lajmi i radhës. Do ndalemi në Rusi, në qytetin më të ftohtë në botë. Si jetohet aty? Si ja bëjnë ata që jetojnë? Edhe nuk janë pak, në fakt. Janë 300.000 njerëz të cilët jetojnë në qytetin më të ftohtë të botës, i cili quhet Jakutsk dhe gjendet në Rusi. Është qyteti më i ftohtë i madh në botë dhe padyshim që kërkon një përgatitje të veçantë. Shtresa të shumta rrobash, të zgjedhura me kujdes, ushqim i mjaftueshëm për të ruajtur energjinë dhe lëvizje e vazhdueshme janë padyshim elementët jetik, të cilët të mbajnë aktiv në Jakutsk. Temperaturat mesatare të dimrit arrin rreth -30°C, por shpesh bien edhe shumë më poshtë. Në fund të janarit, termometri mund të shënojë -25°C deri 50°C, në këtë rast -50°C, ndërsa valet e ftohta mund të sjellin përkohësisht edhe temperaturën -60°C. Dhe ajo që shumica e botës e konsideron motë ekstrem, këtu është një ditë relativisht e ngrohtë. Mbijetesa në këtë acar kërkon përshtatje në çdo nivel. Dhe çfarë bëjnë banorët? Ndjekin rutinat e tyre me saktësi, ndërsa qyteti funksionon si një makinë e rafinuar. Sistemet e ngrohjes punojnë pa ndërprerje, ndërsa pothuajse të gjitha ndërtesat qëndrojnë mbi shtylla për të parandaluar shkrirjen e ngritës së përhershme dhe stabilizimin e themeleve. Nëse nuk ka një burim nxehtësie afër, ngrohja do të jetë shumë e vështirë, kështu që duhet lëvizni vazhdimisht. Këtë thotë edhe blogerja që ne po e shohim në këto momente, që quhet Anastasia Gruzdeva, e cila ka treguar një nga pjesët e përditshmërisë së saj në Jakutsk. Edhe infrastruktura padyshim që kërkon një kujdes të vazhdueshëm. Një punonjës bashkiak ka shpjeguar po ashtu se parandalimi i dëmeve është më i lehtë se riparimi, pasi çdo ndërprerje mund të shkaktojë kaos. Gjithçka punon 24 orë në 7. Pavarësisht ashpërsisë së klimës, Jakutsk është një qendër rajonale në zhvillim në zemër të Republikës Saka, e pasur me diamante, arë dhe minerale të tjera, dhe kjo shpjegon edhe natyrën e vështirë të terrenit, pra pasuria që ajo ka në nën tokë. Ai strehon edhe institutin më të madh të kërkimit mbi ngritën e përhershme. Në dimër, kur mjegulla e shkarkimeve dhe oxhajsheve përplaset me acarin ekstrem, qyteti mbështillet nga një mjegull e trashë dhe magjike që vendasin e quajnë poli i frymarrjes së ftohtë. Për banorët e Jakutskut, të cilët janë 300.000, jeta nuk është vetëm bijetesë, është një mënyrë jetese ku qëndrueshmëria është pjesë e identitetit të tyre. Dhe në mënyrë që të plotësojnë nevojat jetike, duhet jenë gjatë gjithë kohës në lëvizje, ashtu sikurse e shohim së bashku në këto pamje. Tani, kur e sheh përmes videos, natyrshëm të vjen dëshira të shkosh edhe ta vizitosh, po vetëm kur imagjinon ato temperaturën dhe ne ankohemi se na bien temperaturat në -4 gradë, as nuk do imagjinoja dot se sa kohë mund të rezistoje në një qytet të tillë aq të ftohtë. Megjithatë është shumë interesante gjithçka që ndodh aty. Dhe kështu ne kemi përfunduar edhe me viral për ditën e sotme.